se mos harrojmë se me gjithë terrorin, me gjithë që ka pasur, do me thonë, mos harrojmë se janë 500 sa mijë votues që kanë votuar opozitën dhe nuk është pak. Po ta marrësh në kontekstin e përgjithshëm, por shumë pak për ta përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. Zoti Merkoçi, ju e përmendët pak a shumë se Partia Demokratike nuk kishte frymën e duhur për të ngjallur atë vot popullore që do të duhej kundrejt mazhorancës së Edi Ramës. Ju si mendoni çfarë nuk shkoi si duhet me Partinë Demokratike në këto zgjedhje, duke nisur që nga primaret që zhvilloi e deri më 11 maj? Dgjoj, po ta nis me këtë pyetjen e dytë, pasi kam qenë pjesë e primareve herën e parë, jo kësaj radhe, se kësaj radhe ishte, pastaj do injoroja veten time, po ta bëja. Nësa herën e parë kur bën primaret, ju nuk thashë, nuk mund të ketë primare në një parti e cila nuk ka fraksione brenda partisë. Në partitë e djatha konkurrojnë fraksionet brenda partisë, nuk konkurrojnë individët. Konkurrojnë fraksionet, individët janë përfaqësues të fraksioneve. Dhe kur një parti nuk ka fraksione brenda, nuk ka si çka konkurrimi të bëj. Aty është thjesht një votim, vote e komanduar, vot të cilët futen edhe e tjetërsojnë brenda partisë. Pra, ky është defekti më i madh i asaj partie, sepse ti kur tjetërson votën brenda partisë, mos kërko pastaj tek kundërshtari apo te elektorati që të kesh një votim të drejtë, të ndershëm, siç e quajnë këta, etc. Por ajo që është kryesorja, pastaj kthehemi ke pyetja e parë që më bëhet është lista përfaqësimit të Partisë Demokratike, sepse janë po të njëjtët njerëz, të cilët kanë 12 vjet që janë opozitë, 12 vjet që e ngrejnë popullin, 12 vjet që thonë kjo është hera fundit, 12 vjet që thanë do bëjmë revolucione, do bëjmë mosbindje civile, me Ramën nuk futemi në zgjedhje, nuk di, o sot o kur, tash është rradha jon që ishte një nga gjërat domethënë më të palogjikshme që kam dëgjuar ndonjëherë kur thonë është rradha jon. Mirë po këto njerëz të cilët bën edhe quajtën dhe bashkim, si ishte një bashkim, domethënë bashkimi ishte, themi një bashkim, hajde ti t'japi postun që ti të vish me mua. E kuptoj që këtu nuk shkon gjëja. Sepse dhe u pa, do të thonë që të gjithë këta që erdhën gjoja u bashkuan, merr dhe sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike Gazmend Bari, që u zhduk 4 ditët e fundit, u zhduk nga fieri, nuk dihesh se ku ishte. Dhe morën ata rezultat që morën. Po kjo ka ndodhur në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm atje, në të gjithë Shqipërinë ka ndodhur. Dhe përfaqësimi është një nga gjëja tjetër, sepse tjetër do t'i japësh një gjë të re. Po nëse ti vazhdon po me të njëjtin mall, është si puna e dyqanit, nëse ti shkon në dyqan dhe shef të njëjtin mall, gjithmonë është mall stokaj, nuk hecën. Duhet ndruar. O duhet ndru vendja, duhet ndru dyqani, duhet vu një mall tjetër, nuk e di po që të kesh të heci tregtia vetëm në këtë lloj forme. Nëse ata vazhdojnë akoma me atë, po e keqja është më e madhe, pastaj e keqja është u kanalizua, i gjithë fushata u kanalizua në një emër që quhet Sali Berisha. Pra, partia humbi identitetin e saj. Kandidatët nuk bën absolutisht asnjë lloj fushate. Ishte një fushat tepër e vagët dhe prisim vetëm se kur do vi Berisha në Shkodër, kur do vi në Korçë, kur do vi në Sarandë, kur do bëjë Tiranë, kur do vi në Durrës, kur do vi në Elbasan që të bëjmë mitingun. Por zgjedhjet nuk fitohen me miting. Nuk fitohen vetëm me një miting që mund bësh ti gjatë gjithë muajit, mund bësh një miting. Unë nuk pash për shembull që të dërguarit politik të mbledhin në një rreth të gjithë kandidatët dhe të dilnin të gjithë bashkë dhe të bënin disa takime publike, që ishte një variant, takime publike për të mundur që të grumbullonin sa më shumë votet e partia. Po mos harrojmë se kishte edhe kandidat pastaj, përveç se kjo është e keqja që këtu kishte kandidat, edhe kandidat të cilët ishin të ardhur për 12 vjet që vazhdojnë e rrin marrin rrogën aty, se janë deputet këta atë mandatin e deputetit e duan për rrogë, nuk e duan për gjë tjetër, edhe për një privilegj që mund të fitojnë nga qeveria, se nuk kanë
nej kaos, ngrin nej frym, t'japin në një gjë. Këta mundohen pastaj që të gjithë ta mbështesin fushatën tek kryetari, pra ta mbështesin ke Sali Berisha, apo akoma më keq akoma kur filluan dhe besuan se Laci Vita do bënte ndryshime. Ai njeri mund të jetë shumë i mirë në Amerikë, e njeh mentalitetin amerikan, di gjendjen dhe situatën në Amerikë dhe ndërton fushatën në ato lloj mënyre. Ndërsa mentaliteti shqiptar dhe gjendja që është në Shqipëri nuk i sillte absolutisht asnjë gjë të re dhe u pa që nuk solli asgjë të re. Ky njeri nuk solli asgjë të re në këtë fushat. Dhe ajo që të vjen keq sepse këta nuk pranojnë dhe humbjen. Domethënë, njeriu kur humbet duhet ta pranojë. Mirë, po të pranosh humbjen, të paktën flas gjithmonë konceptin e të djatës, ë. Kur pranon humbje duhet largohesh. Nuk më duhet mua këtij populli dhe këtij vendi, se këta i kanë bërë fatkeqësinë këtij vendi, sepse kjo humbje kaq drastike ka bërë dhe një të keq shumë më të madhe që asnjëri nuk po e zë nëpër gojë, unë nuk e dëgjoj, domethënë, vdekje politike të opozitës. Pra opozita sot në atë parlamentin që do bëhet nesër me 84 vota apo 85 apo 87, nuk e di se sa bëhen me gjithë Tom Doshin, me gjithë llapa e mapa që janë këta. Domethënë, vdes politikisht. Pra nuk ka absolutisht asnjë mënyrë për ta bllokuar parlamentin, për të bërë një ligj, për të kërkuar një ndryshim, për gjitha gjërat tash i ka Rama në dorë dhe këta ngelin si peshku pa ujë, themi. Sorollatën aty te ajo salla aty mund të bëjnë një batut, shumë mund të bëjnë një batut, absolutisht asgjë më tepër nuk mund të bëjnë. Është e vdekur. Opozita për mua ka vdekur tash. Nuk kam më opozit. Nuk kam më do të gjejnë mënyrën, rrugën, janë ata të detyruar ta gjejnë. Fatmirësisht, edhe me bindje, unë para se të fillote fushata elektorale, unë kam çuar një kauz timin, i kam dhënë një program timin ku isha i sigurt që me atë lloj lëvizje dhe me atë program Partia Demokratike do ishte fitimtare. Nuk u pranua, është zgjedhja e tyre, ata që drejtojnë atë parti, jo unë. Por ajo që ishte kryesorja dhe në mes fushatës, pastaj unë kërkova të bëhesh një lëvizje politike, sepse gjithmonë politika lëviz vetëm me lëvizje politike, ku i kërkova që të shpallte qeverinë hije, nuk e bën, as ata nuk e bën, kështu që fatkeqësisht morën këtë rezultat që morën, nuk është katastrofë për Shqipërinë, po jo se ka ndonjë ndikim tash në politikën shqiptare. Kjo humbje kristalizoi Ramën për skatërti herë, i cili tash çdo gjëje që të kishte bërë në Shqipëri, domethënë është e pabesueshme që ky njeri të marrë mandat, po jo vetëm se mori mandatin e 4, po këtë mandat e mori me përqindje shumë të mëdha, u rrit rreth 10 deri 15% më tepër. Dhe ato 500.000 votat e opozitës u sfumuan brenda natë.